Sot siç po kontrolloja blet dhe mashallah sillin polen, po punojnë shumë mirë. Po pritur me erdhi një nga këto në dorë. Kjo është një mbretëresh, edhe kjo i përket bletëve. Nuk e di sa informacion keni për këtë, por edhe kjo është si bletët. Edhe kjo mbledh polen edhe nektar. Por këto nuk shumohen shumë, nuk bëhen një numër i madh sikur janë këto bletët tona. Këto bëjnë një numër i vogël dhe gjatë dimrit këto dimërojnë vetëm tek pull. Këto gjatë të dimrit rrin diku edhe 9 muaj mund të rrinë letargji, mund të futen në tokë dhe rrinë. Ndërsa këtyre me aq informacion sa kam unë, këto gjatë verës vazhdojnë dhe bëjnë vetë, vazhdojnë dhe mbledhin nektar dhe polen, pastaj vazhdojnë shtrojnë vezë edhe bëjnë disa larva. Bëjnë larva, mund të arrijë deri në 200 numri, mos gaboj, këtyre. Por vetëm kjo lejon që të bëhet pjellja, nuk i lejon tjera që të bëjnë. Pastaj arrin një moment që bletët tjera, si kjo që e kam unë dorë, e vrasin këtë dhe ato kthehen gjitha në mbretëresha dhe ndahet edhe vazhdon pra procesi. Se di sa i qartë isha, po nuk besoj se ju e intereson dhe aq shumë për me ditë për këtë. Nëse ju e intereson, mund ta kërkoni dhe ta shikoni. Edhe kjo ka thumë si bletët. Sot temperatura diku 18-19 në Durrës. Dhe pse jemi në fund të janarit, kjo nuk e di se ç'a don këtë jashtë. Se si më erdhi edhe më ul në dorë edhe po rrin tani. E gjeti ngrohtë. Ja kaloni mirë.